Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim sërish për protestën, për situatën politike në vend, por sigurisht ndërthurur edhe me zhvillimet e fundit nga prokuroria, nga hetimet, nga akuzat politike për dosjen Aruba. Të gjitha këto çështje do t'i trajtojmë me mikun e emisionit tonë, avokatin e nderuar Zotin Kujtim Cakrani. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën dhe kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit ju avokat. Avokat, dje kemi pas sërish akuza dhe kundër akuza për dosjen Aruba, ka qenë deputeti socialist Damian Gjiknuri që tha që në këtë takim një prej kolegëve tuaj, avokati Arben Langozi, që theksoi që ka qenë Damian Gjiknuri dhe Angela Gaçi mes atyre që kanë qenë ulur në këtë tryezë në Aruba, ku sipas tyre janë marrë vendime të mëdha për pastrimin e parave dhe ndërtimet në Shqipëri, ndërkohë që Gjiknuri reagoi duke thënë që do ta padiste edhe Langozi të tregonte provat ose të dorëzonte evidencën. Megjithatë, për gjithë këtë ju e keni sqaruar në një postim në rrjetet sociale ku theksoni që aty ka pasur një takim mes mish dhe ju për këtë bazoheni tek komunikimi që keni me klientin tuaj Artur Shehu, i cili është në kërkim nga SPAK-u, edhe ju jeni mbrojtës i tij ligjor. Por çfarë mund ta thoni më shumë për këtë avokat, sepse për hir të vërtetës video që ju e keni publikuar kanë ngjallur reagime edhe tek komentuesit në faqen tuaj, të cilët nuk kanë qenë dakord me këtë qëndrim tuaj, duke njohur natyrën dhe qëndrimet tuaja, jo vetëm për zhvillimet politike, por edhe ato që ndodh në tërësi në vend. Shiko, thash, unë po flas për herë të parë për këtë çështje me një media dhe po flas pikërisht me ju dhe padyshim që jam shumë i gëzuar. Problemi është këtu. Nuk është edhe parë që unë marrë çështje të tilla të nxehta, sepse të njëjtën gjë patën reagime, patën qytetarë kur mora çështjen e presidentit zotit Meta, edhe pata dhe reagime të këtij lloji, madje dikush thoshte edhe të varet litar avokati. Problemi është që unë Artur Shehun nuk e njoh si klient, pavarësisht se kam klient. Unë Arturin e njoh sepse unë jam nip në Kanin, kam maman nga Kanina, një familje po të madhe si Artur Shehu, dhe familja Arturit është një familje e vjetër, patriotike, është një familje me prona. Arturi është rritur në këtë familje, është djalë goxha i edukuar, i iluminuar, si dhe ai, por edhe familjarët e tij. Dhe Arturi deri sot, të jap me bindje këtë, nuk ka bërë asnjë hap të gabuar në jetën e tij. Ashtu siç e përshkruajnë këta zotërit, qoftë të SPAK-ut, qoftë mediatikisht e kështu me radhë. Dhe këto unë ja kam thënë edhe jam në kaluar, kam patur 4 intervista me 4 media amerikane dhe i kam vajtur të njëjtin qendrim për sa i përket zotit Shehu, se ata janë të interesuar, edhe për shkak të çështjes që kjo çështje e Zvërnecit dhe Sazdanit është kthyer tashmë në një fushat elektorale në Amerikë për të goditur edhe presidentin, familjarët e presidentit Trump. Dhe kështu që interesi i mediave ka qenë goxha dhe vazhdon të jetë dhe do jetë goxha për sa i përket kësaj çështje. Po, është e vërtetë, ka patur një takim në Aruba. Nuk ka asnjë problemi për ta thënë këtë gjë. Ka patur një takim në Aruba, por është takim ndërmjet mish, ndërmjet shokësh. Ka patur njerëz që kanë shkuar në Vlorë atje. Ka patur njerëz, po sikur them kam qenë edhe unë, çfarë do bën juve? Ja, kjo është e vërteta. Aruba është një tokë, një ishull hollandez, afër Venezuelës, ku bëhet pushime pothuajse të gjithë rastinët e vitit, është një ishull i rrallë nga turizmi botror, dhe aty shkuar është takuar, po që dhe për biznes, çfarë problemi ka? Por mos harroni, dhe kam thënë dhe vazhdoj të them, i nxjini ujë të zimor, ju mediat i nxjini ujë të zi Arubës, por kuptoni, nuk ka asnjë gjë nga ato që thuhet në media. Dosja Aruba është një dosje që ka në mendje SPAK-u, e ka në mendje politika për do ditë njëra tjetrën, për të bërë politikë. Po nuk ka asgjë nga ato që thuhet, që thuhet sikur aty është mbledhur mafia botrore dhe ka diskutuar për organizimin, funksionimin, për pastrimin e parave të drogës e kështu me radhë. Është kosmos, është një gjë, janë takuar 5-6 njerëz, të cilët për një arsye të caktuar, për mungesë vizash, nuk kanë shkuar në SBA, po kanë shkuar për të takuar atje. Edhe janë bërë dhe pushime, ka qenë muaj janar, është bërë dhe pushim, ka ngrënë kampir, dhe secili ka shkuar në punë e vet, po është bërë biznes, sepse Artur Shehu, ju e dini, ka prona. Jo vetëm në Zvërnec, ka prona gjithandej. Ka prona në gjithë pothuajse cepat e Vlorës.
dhe ka ndërtuar. Pse nuk merren këta që lungomaren, 7% e lungomare se ka ndërtuar Arturi me firmën e tij. Ose ja ka dhënë të tjerëve për ta ndërtuar. Lungomarja në Vlorë 70%, sepse ka qenë toka e familjes Artusheu. Dhe Artusheu ka qenë i pari që ka patur biznes turizmi në Vlorë. E dini ju që hotelin e parë turistik në Vlorë në 92-shin, 93-shin e ka hapur Artusheu. Po sot ai nuk është më për shkak sepse është prishur aty jo ndërtoi lungomarja e kësaj natyre. Dhe ai pastaj u largua nga Shqipëria për arsye asmërie e kështu me radhë. Se i vran dhe baba dhe më fal Dajon edhe një vëlla pandat e Zanit Saushit në 1997 te lokali vet. I shkon atje edhe për ta goditur dhe atje plasi lufta. Dhe kështu që njerëzit duhet të merren me këto gjëra. Pra, gazetarët, mediat dhe kushdo tjetër, po më u shpjegoj në Arubën ditë për ditë, natë për natë, në çdo moment që ta duan. Në Aruba ka qenë Artusheu, kushurin të Artusheu, ka patur edhe njerëz që kanë qenë të interesuar për të blerë tokën e Artusheu në Shqipëri, edhe Arturi ka një kompani. A kompani ndërtimi që operon në Vlorë, operon në Shqipëri dhe ndërton. Dhe s'ka si gjithë keqe këtu që ti, si një njeri i cili do japësh tokën, do të zhvillosh tokën, mund të takosh atë të cilën ti beson se mund t'ja japësh atë pronën tënde private për ta zhvilluar. Po nuk ka patur asnjë teori konspiracioni, asnjë teori mafioze, asnjë nga këto që flitet në media. Po sa, po nuk të them kam qenë unë atje. Po ju nuk jeni zyrtar publik, dhe unë pikërisht për atë do ju pyes tani. Po nuk kanë qenë zyrtar publik, nuk kanë qenë zyrtar publik, nuk ekziston, nuk kanë qenë. Atje koincidenta ka qenë një person i cili koincidon me emër dhe mbi emër të një të afërmi të një zyrtari, po nuk ka lidhje, nuk është. Dhe personi që ka ato iniciale që këta thonë, nuk ka lidhje fare as me kryeministrin, as me ndonjë ministër, as me ndonjë deputet. Pra, Damian Gjiknuri ka drejt, domethënë ju i besoni kur thotë që nuk ka qenë atje. Ore, nuk ka qenë Damian Gjiknuri, ore, janë teorira fantazira, nuk ka qenë as Damian Gjiknuri, as ai tjetri, si i quhet ai, sekretari i përgjithshëm i. Nuk ka qenë, nuk ekziston, është teori e krijuar konspiracioni, dhe këta po vazhdojnë me teorinë e konspiracionit. Ky është problemi. Prandaj thash dhe dje dhe vazhdoj të them. I nxjeni ujë të zi Arubës. Pra, avokat, edhe media dosja e autoriteteve belge, por ju nuk është se ka diçka. Po nuk ka, sepse personat që kanë qenë atje, kanë qenë në përgjim, janë njerëz janë në Vlora, janë ndonjëtë të cilët janë marrë me biznese në Vlorë, por nuk ka lidhje kjo as me Artusheu, as me gjë. Dy persona që kanë qenë atje, kanë qenë me problem me precedent penal në Belgjikë dhe janë dënuar, kanë kryer dënimin kanë ardhur në Shqipëri. Kjo është gjithë historia, por nuk ka lidhje kjo me Arturin, kuptohemi. Sepse nëse unë bëj një biznes me ju, as unë nuk bëj përgjegjësi për personalitetin e njëri tjetrit. Është detyra e organeve rizbatuese të gjejnë kush merr me biznes, ku e shiti, ku t'ia shiti dhe kështu me radhë. Prandaj them që për sa i përket Arturit, se ma ka bërë këtë pyetje edhe gazetarët amerikanë, biles pardje kisha me Wall Street Journal, një intervistë dhe e shpjegova. Sepse keq informacioni që kanë marrë, keq informimi që këta kanë marrë, qofta gazetarë shqiptar, qofta mediat e kështu me radhë, e quhen po ka një dosje në Belgjik. Janë dënuar 21 shqiptar. Janë dënuar shqiptar, por nuk ka lidhje me Arturin. Sepse Arturi mund të takojë çdo person i cili ka para, nuk i intereson Arturit si ka bërë parat. Me çfarë shmar ai? Arturit i intereson të bëj biznes për tokën e tij, të shesi tokën e tij. Nuk i intereson Arturit, janë nga Katari, janë nga Arabia, është nga Amerika apo nga Italia. Arturi bën biznes. Dhe biznesin dhe do flasi dhe do diskutoj me çdo person i cili ka interes të blejë tokën e tij. Se ku do takohen? Do takohen në Aruba apo takohen në Anvers, sepse nuk është vetëm Aruba, se ka takime në Stamboll, ka takime në Anvers, ka takime në Monaco, ka takime në të gjithë Europën. Po kjo Arturi nuk ka lidhje me personazhet të cilët këta mendojnë që kanë bërë po pastrojnë para në Shqipëri dhe kjo s'ka asnjë lloj diskutimi. Po çfarë lidhje ka Arturi këtu? Me personat? Po më i njeh, po në rinjë. Po çfarë lidhje ka? Ky është problemi. Ne ka shitur tokën, po më ka shitur tokën. Po s'është detyra ime të kontrolloj paratat i tjetrit, i ka të pista, i ka me korrupsion, i ka me trafik, i ka me terrorizëm apo me çfarë i ka. Është detyra e organeve rizbatuese që të shikojnë ky individi që ka investon në dhërmi, në qeparo apo në palas apo në Drimall, është personi i cili ka probleme me ligjin, është detyra e shtetit, jo e Arturit. Kështu që e thashë bëra këtë rezume për të thënë që
Aruba nuk ka lidhje fare me teori konspirative, siç këta mundohet ta bëjnë aq më pak, aq më shumë, edhe me ministra që cilët është ineksistente. Po, është një emër dhe një emër aty, një iniciale, jo emër një emër, që koincidojnë me inicialet e një njeriu i cili ka pushtet në Shqipëri, por nuk ka lidhje. Ai është biznesmen. Ai ka një tokë, ka shkuar atje të diskutoj me Arturin për të bërë marrëveshje toke, po jo për sa i përket ministrave, ministrave, deputete kështu me radhë. Nuk dua të mbroj këtu zoti Rama, ju e dini sa kritik jam unë me Ramën, me qeverinë, nëse do kishte kaq, do kisha zbatuar, unë do ta bëja kaq, por nuk ekziston. Dhe këtu unë bashkohem me Damian Gjiknurin. Bashkohem me Damian Gjiknurin, po mor Arturi ka biznese në Lor. Ka biznese në anë të detit, në lungomare, ka biznese në ujë të ftohtë. Po pse nuk merren këta me hotelet që janë ndërtuar atje nga pushteti? Që janë ndërtuar nuk ka dhënë leje Edi Rama. Ka bërë resorte atje, po merren me shezllonet e Arturit të anedetit. Tek moli, si quhet e njohim Lonjatët, moli naftës ose moli Kretarit e kështu me radhë. Ose Kristali, si quhet sot. Arturi për një investim atje, dhe pishinën për djeni, që është atje tek ajo resorti, ja e ka bërë për Bashkinë Vlorë, që të venë qytetarët mos të shijojnë aty qetësinë atje te deti. Po s'është Arturi. Arturi po ka investuar, ka bërë plazhin, i ka bërë me paratë e tia, si ka paratë as të vjedhur, as me korrupsion, as me krim të organizuar, i ka paratë vetë, ka edhe atje ka ndërtuar. Por di ato atje janë hotele të bëra me para korrupsioni, edhe Spaku nuk merret me ato. Nuk merret Spaku me të gjithë lungomare, që po ndërtohet atje në lungomare me tokën e vjedhur të qytetarëve, sot që flasim, me problemet theksore pronësie me dokumenta falso që kanë dalë në arkivin e shtetit, dhe Spaku nuk merret me këta. Do të në Arturi patjetër, sepse Arturi është në Amerikë. Po si ka mundësi të akuzosh ti një njeri për trafik droge në Shqipëri, kur ai ka 29 vite, 28-29 vite, që nuk jeton në Shqipëri? Si mund të akuzosh ti për pastrim parash kur ai nuk jeton në Shqipëri? Ore, janë një namendje kokës këta apo s'janë? Si mund të akuzosh ti një njeri për trafik droge në Amerikë, kur atje FBI është gati? Dhe amerikane po e kap në fund të botës e kap atë trafikanti dhe çon në Amerikë. Dhe nuk e gjën ka dot që ai atje në Amerikë që ka biznes në mes të Floridës, ka aktivitetet atje që njihen dhe pagon taksa për shtetin amerikan, dhe tani dhe u kujtuan Fil Dumani me Spakun, të kuptoj që ai që ka trafikant. Ore, po nuk i ha njeri këto, sepse nuk i beson njeri, jo vetëm nga pikpamja juridike, po edhe nga pikpamja kur e mendon. Nuk mundet mor. Tu po gëllon korrupsionin në të katër anët, ai merr me Arturi që është në Amerikë. Ai gjeti tani këtë. Edhe Berisha duket i bindur te kjo, po se di ai ka retorik politike apo bazohet në fakte, se edhe ai është në njëjtën linjë. Jo, unë prandaj thash në hyrje të kësaj bisede që kjo po keq përdoret politikisht. Po keq përdorimi politik që bëjnë analiza politike apo dhe politika në vetvete, berëndojnë me atë individi që quhet Artur Shehu, se ai nuk ka borxh. Po mor, ai është takuar, pse nuk thon këta u takuan edhe në Monaco? Janë takuar edhe në Spanjë me biznesmen të cilët ka patur interes të blejnë toka në Zvërnec. Atje ka dhe foto, ka për foto, ka për çfarë problemi ka? Ka qenë në një restorant, po darkonin atje te restoranti atij individi që kishte interesa për bler tokën në atë, dhe këta ka bërë foto. Po shumë mirë bëj foton. Ka bërë foto se po drekoja unë me Monika Kryemadhin e kisha bërë herezi të madhe. Kuptoni tani mua çfarë niveli është kjo histori tani. Jo, po Arturi ka qenë në Spanjë, po mor njeriu Spanjë mund vej. Po ka qenë në Palma di Mallorca, po mor ka qenë. Po ka ngrënë drekën atje me X-in Y, po mor e ka ngrënë. Njeriu do lëvizë, do bëj biznes. Ky është thelbi i gjës që unë dua të sqaroj. Këta mund të merren sa do duan dhe unë e kam thënë me shumë sinqeritet. Dhe unë po përgatis edhe dosjen, madje po mendoj të bëj konferencë shtypi me mediat, me gjithë dosjen që kam, me dosjen e pronave, me gjithë për të sqaruar njëherë mirë. Base nuk do të sqarohem, po për të thënë publikut, kjo është historia, këto janë pronat e familjes Shehu, ky është Artur Shehu, ky është aktiviteti atij, ky është në Amerikë që nuk ka asnjë lloj problemi as me DEA, as me FBI, sepse nuk mundet të shtasësh ti amerikanëve që të merresh me trafik të pastrosh paratë të bësh edhe të jetosh i lirë në Shtetet e Bashkuara, dhe tani na u kujtuat rrugëri posaçme
që nga një trafikant jeton nga Florida. Po këto janë, po nuk I beson njerin, kupton, as vet ata nuk E besojnë. Ky është problemi. Avokat, me që dolëm tek dosja e pronave dhe zvetëci që aty nisi gjithçka dhe që po vazhdon tani edhe në bulevard për 45 ditësh. Në çfarë statusi është prona atje? Edhe si ka vendosur që do të përballet me drejtimin klientit juaj? Dosja këtu është dosje pronave. Është dosje pronave, tash unë do ta bëj publike 1-1, do ta bëj me videoprojektor, me të gjithë dokumentacionin që disponon 4 breza apo 3 breza familja e Artur Sheut në Zvërnes, po jo vetëm. Dhe do ta bëj këtë sepse janë dokumenta të dala të provuara dhe dokumenta që kanë dalë me firmë e vull në nga shumë drejtorë të arkivit të shtetit. Pra, është një dosje e shtrirë në kohë, edhe nga pikpamja e fitimit pronësisë, po edhe nga pikpamja e trashëgimisë, po edhe nga pikpamja e përfitimit të pronësisë. Nuk është një dosje e cila ai Zvërnesi një ditë të bukur u mos sot për nesër. Jo, ka patur zhvillime atje ka patur gjyqe atje, ka patur vendime të këtimit të pronave, ka patur debate, ka patur një vimësi ashtu si gjithë pronarë shqiptarë, përfshirë mua që janë pronarë, që kam 25 vite bëj luftë me shtetin për marrë pronon time. Dhe Edi Rama po keq përdore ju jep investitorëve imagjinar strategjik për të bërë biznese atje dhe na thotë ne mos bëni rinjë negative, se ato janë biznese që pagojnë para. Po neve që jemi pronarë, si do të na vehalli? Kështu që unë do t'i bëj publike edhe dosje, edhe të gjitha të Artur Sheut, do ka bërë publike mediave ndërkombëtare. Tani që po flasën ju, po më pashi po më shkruante një gazetar tjetër I Daily Mail që do dhe një intervistë, I gazetës famshme Daily Mail, dhe kështu që kjo histori sa po ka filluar, qoftë me historinë e Arupës, qoftë me historinë e Anvertit, qoftë me historinë e Palma de Mallorcës, qoftë me historinë e të gjitha takimet që janë bërë të Arturit në Europë dhe kudo. Prandaj që publiku duhet sqaruar, se nëse publiku dëgjon vetëm një anë, dëgjon vetëm ata të cilët duhet ta baltosin me ca prova inekzistente të prokurorisë posaçme, atëre ne si përfaqësues ligjor duhet patjetër të bëjmë kundërshtit tona, sepse nëse dosja del në publik dhe nuk qëndron brenda mureve të prokurorisë, padyshim edhe ne kemi të drejtën tonë si avokat, si përfaqësues ligjor, që studio avokatie ta bëj publike të gjithë materialin. Që ju, të gjithë mediat, ku ta pasqyroni të dy anët, atë që pretendimet e prokurorisë, por edhe ato që kemi neve, sepse nuk mund të thuash ti një familje të inkriminosh ti një familje të tërë, që disponon pronat që para viteve 1900, dhe I ka të humbura pronat nga regjimi komunist në vitin 43-44 dhe deri 48, të marra të rëmbyrët grafitura. Dhe ti tani më thua që ti si pronar aty, pse se ngrihen ca njerëz atje, që kanë toka me 7501, ka më të të marrë me 7501 dhe që vetë pronar. Jo, 7501 është produkt demokracie. Ne po flasim për origjinë prone. 7501 janë më të përja, është produkt I ligjeve kriminale që prodhon në demokraci. Ne po flasim për origjinën e pronës. Pastaj se ata kanë të drejtën e tyre, se ka dhënë parlamenti e shumë radhë, është problem tjetër. Po ne po flasim për origjinën e pronës. Dhe pronari legjitim. Dhe kështu që edhe Aruba, edhe Zvërneci, edhe këtë doni ju po deshen, Lungomania që ka ndërtuar Arturi, 7% thash pallateve janë të Artur Sheut atje. 70% e pallateve që janë ndërtuar janë të Artur Sheut. Dyqanet atje, shumica e dyqaneve janë të Artur Sheut edhe me qera. Prandaj që duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur ne diskutojmë për familje. Sepse ne merrem me Arturin, nuk është çështja e Arturit, kjo është çështje familje. Sepse unë vërtet jam pronar, po unë jam pasazh I një familje të caktuar që ka pas prona, se unë s'kam gjeneruar prona, as Arturi nuk ka gjeneruar prona. Arturi ka të fituara si një në 10 trashëgimtar që ka. Tani merremi me Arturin sepse Arturi është më I mund të themi iluminuari I familjes, ka mundësinë, kapacitetet, njohet nisit që të bëj kontakte, të ditë kontakte edhe me biznesmen, po s'është dhe të bëj të zhvilloj pronën e tij, po nuk është detyrë Arturit të kontrolloj ku I ka gjetur parat ai biznesmeni. Nuk është detyrë Arturit të kontrolloj kush është ai biznesmeni dhe çfarë nga vjen ai. Pra, nuk mund të kontrolloj personalitetin e biznesmenit. Kështu që unë mendoj se Aruba
duhet nxjerr fundi, me shumë sinqeritet. Madje do të ndihmoj dhe unë. Ore kam qenë në Aruba, ja i shikoni këtu kam qenë në Aruba. Me Arturi ka bërë pushime me qef. Kaq shumë e thjesht pra. Ky është problemi. Avokat, e ka menduar klienti juaj që të rikthehet për të përballur me këto akuza në Shqipëri apo do jeni juaj që do ta përfaqësoni në distancë? Po shiko, Arturi, unë në fakt po merrem me çështjen e pronave, sepse Arturi ka dy çështje. Ka çështjen e pronave të pronësisë së Zvërnecit dhe ka çështjen në penale. Unë aktualisht po merrem vetëm me çështjen e pronësisë së Zvërnecit që ka dhe sekuestrime të fondeve monetare. Po një gjë të adini, Zvërneci sot nuk është më tokë shqiptar, nuk është më pronë asnjë shqiptar, është pronë dy vëllezërve nga Katari, sepse shitja është bërë. Këtë nuk kuptojnë njerëzit akoma. Shitja, kalimi pronësisë nga Artur Shehu, nga familja Shehu, më saktë, mos ta bëjmë Arturi si individ. Pra, nuk është me tokë shqiptare, është e vëllezërve nga Katari, është mbyllur. Toka shqiptare është, por nuk ka Jo, pronësi e shqiptare. kanë fjalën është mbyllur i gjithë transakcioni. Ajo transaksioni është mbyllur, ata kanë bërë pagesën, ka fituar dhe pronësin, e kanë të regjistruar në ASHK pronën, ajo kompania Zvërneci Development si e ka edhe ata kanë pronësi tani, ata janë pronar të tokës atje. Arturi po bo pasoja sepse Spaku ka bllokuar llogaritë bankare, parat që ata kaluar për tek Arturi. Dhe ne jemi në këtë betejë tani. Nuk që ne jemi në betejë me publikun që nuk kupton. Ja ta sklever që futen edhe më shajnë dhe mua që nuk e kuptojnë që Shqipëria nuk ka lidhur as 45-ën as në 90-ën. Ka ekzistuar dhe 1900-ën, e 1850-ën, edhe 1912-ën, e 1920-ën, e 1930-ën. Dhe ka pasur dhe pronar toka. Ka pasur dhe pronar që kam qenë dhe familja ime, që ju e dini shumë mirë, që ke pronar tokash. Nuk ka lidhur tani. Fakti që Artur Shehu ka marrë tokën e tij të trashëguar, se nuk e ka vetëm Artur, e ka trashëguar. I këta i thonë pse ke marrë tokën. Jo, mori, do ta merrja, mor, zotri. Do ta merrja, madje shteti mua më detyrohet edhe marrje që ka për 80 vite. Që ma marrje, ma sekuestroj, e ma mbajti aty. Edhe më janë dhe qiran, se të ishte një tjetër demokratik, do kish paguar të shpërblimi shtetit. Po këta nuk e kuptojnë do që do të thotë pronë private, se njeriu kur lind në sklavëri dhe kur sklav nuk e kupton do të pronën private. Dhe ky është problem shumë i madh. Dhe unë prandaj davan, ja kam thënë Arturit, e kemi me publikun. Nuk është kjo çështje për mua, çështje nuk është çështje ligjore fare. Pavarësisht se Artin Dumani me Elida Kaçkinin, prokurore kërkon ta kanalizojë në çështje falsifikimi. Jo. Nuk mund të falsifikosh ti një familje të tërë. Historinë e familjes nuk falsifikohet. Është aty. U munduar Veroça ta falsifikonte, i fshiu, i bëri, i grisi, nuk la më gjë pa bërë, i diskreditoi, por përsëri janë aty se janë familje me patriote, janë familje me integritet, janë familje që ka bërë histori dhe nuk është kollaj t'i fshish nga historia. Kjo është problemi. Kështu që edhe puna Arturit, si një trashëgimtar, sepse u morëm ne me Jamar Maltezin, po si isha Jamar Pronari, ishi familja De Gea, i shkuan deri në Venecia, në Firenze, morën dokumentacionin, doni që prona ishte tia, ishte sekuestruar nga italianët, jo ishte shitur. Edhe tani kam mbetur Spaku, nuk dërton do të dëshmitarët aty, e se gjyqi, sepse dështoi, se ishte politike. Edhe kjo çështje do dështoi, sepse është çështje me shtytje oligarkie politike dhe ne dim kush e ka shtytur Artin Dumani të marrë këtë veprim. Nuk është se ne nuk i dim, nuk është se unë nuk i di, unë e di shumë mirë, edhe Arturi di shumë mirë, kush janë ata që kanë shtytur të bëne këtë veprim Artin Dumani bllokoi parat. Se nuk bllokoi tokën ai, Artin Dumani. Mos të kalon dhe shitja. Se nuk e bllokoi tokën. Jo, tosh, nuk do shite se kjo tokë është me falso. Apo dokumentat të falsifikuara. Po e lasa kaloi toka te kompania e dy vëllezërve në Katari dhe bllokoi vetë parat e Arturit. Se qëllimi ishte të bllokosh parat e Arturit. E kuptuat? Thelbin e gjithë apo jo? E pra. Avokat, kjo çështje është e lidhur edhe me atë zhvillimet politike që po ndodhin, pra protestën, përtej sqarimeve juridike që ju i bët pak më lart të plota. Në aspektin politik, si mendoni që do shkojë protesta prej 45 ditësh? Se nga Zvërneci nisi, kështu që të lidhura. Bëhet shkak diçka për të nisur një protestë, një revolucion apo diçka më shumë.
edhe me që se jemi në datën 14 korrik sot, edhe revolucioni francez nisi nga një banalitet nisi. Se u tha popullit që po ha Maria Antoneta, po ha ka porositur bijuteri dhe jeni pa bukë. Edhe që si shë vërtet fare, edhe u ngrit populli francez, Bastilia, jo në arrestuar politikisht te burgu atje, kur vati shkuan që është hapë burgu, s'kisha ishin vetëm 12 veta. Kështu që nis nga një gjë e cila, mund të themi, është periferike, dhe pastaj përfundon aty ku përfundon. Edhe praverat arabe kështu nisën. Kështu nisin. Edhe problemi është që unë i përgëzoj ata djem, vajza, burra, gra, nëna, gjyshe që dalin çdo natë 43 herë ditë, nuk ka rëndësi numri, jam 5 apo 10.000 apo 20 për mua ka rëndësi qëndresa. Për mua ka rëndësi qëndresa, mendimi, sepse nuk gjithë sot në Shqipëri njeri të thotë që Edi Rama është njeri i pa korruptuar. Të gjithë sot thonë që Edi Rama është i korruptuar. Dhe ra miti Edi Ramës. Ata njerëz atje në shesh, sido që të përfundoj protesta, që unë mendoj do përfundoj pozitivisht, në kuptimin që kjo qeveri do rrëzohet dhe duhet të rrëzohet, mendoj që ajo protest e shkatërroi Edi Rama imazhin e ndërtuar me para publike, me para korrupsionit e Edi Ramës në Evropë. Por e keni parë përcjelljen e kryeministrit jashtë, pavarësisht se ju thoni që në Senatin Amerikan është zbritur në një komision për ta. Unë Senati Amerikan ka nisur procedurat. Ata do t'i kërkojnë për të ngritur një komision ato me republikanë dhe demokrat për sa i përket edhe Shqipërisë, për korrupsionin dhe lidhjet që ka qeveria shqiptare me krimin organizuar, dhe kjo do jetë fundi politik i Edi Ramës. Unë nuk jam nga këta që mendoj që do të burgu, vrasjet, litari, këto nuk janë terma të mirë fare, as trastare, këto nuk i përdor këto terma, ka sa mbeturina e verizmi që i përdori. Problemi është që unë mendoj se Edi Rama i ka ditët, po vinë ditë të këqija për Edi Rama. Vjeshta, do jetë vjesht ankthi dhe do jetë fundi politik i Edi Ramës. Nuk e di nëse Spaku do veproj ndaj tij, sepse abuzimet dhe zullumi ka arritur majat, nuk ka ku të shkojnë më. Mendoj se tashmë Edi Rama është njeri i cili e ka humbur, është diskredituar politikisht, besoj e pat edhe në samitin në Ankara, nuk i dha dorën askush, u injorua nga të gjithë, pavarësisht se ati nuk i kisha ardhur ftesa, apo kisha ardhur Barian Begaj ftesa dhe ai shkoi atje duke anashkaluar presidentin, dhe kjo është një gjë që duhet thënë, se ftesa kisha ardhur në emër të presidentit Barian Begaj, ai nuk shkoi sepse gjëja do shkonte kishte vizita tjera më të rëndësishme në NATO-a gjoja, dhe shkoi Edi Rama. Unë këtë thash, që ajo ata protestues janë njerëz të cilët duhet përgëzuar sepse ata diskredituan politikisht Edi Ramën dhe pushtetin dhe padyshim të gjithë strukturën kriminale që ka ndërtuar Edi Rama në funksion të pushtetit të tij. Kjo është e gjitha. Avokat, lutem dhe diçka, është e pashmaqshme mos i pyes për ta mbyllur për dosjen Meta që ju keni përfaqësuar, tani që kanë kaluar disa ditë dhe javë, ka pasur besoj edhe një lloj reflektimi në qetësi nga ana juaj për gjitha të aktivitet, domethënë mbrojtje të vrrullshme 100%. Ju jeni përkushtuar 100% sikur e keni thënë për këtë dosje. Keni menduar që keni bërë diçka gabim tani që i gjykoni me kthjellët? Shiko, unë në fakt nuk kam dashur, edhe pse kam patur oferta kërkesa për të dhënë opinion, pasi unë e kam lënë zotin Meta, por për respekti që kam, po ju the vetëm një fjali. Dosja e zotit Meta nuk ka lidhje fare, është dosje politike. Ai e di shumë mirë që është politike. Unë i kam bërë atë që nuk ja bënin dot as 30 studio avokatie bashkë. Unë i kam bërë atë çështje e njoh unë. Unë kam lexuar mbi 100.000 faqe, që nuk besoj të lexoj njeri. Unë i shtrova i vëdha themelet dhe i shtrova asfaltin për një papajsi eminente dhe duhet ta marri. Dhe mendoj dhe besoj që nuk jam pishmon për çfarë kam bërë, absolutisht jo. Unë kam bërë punën si
avokat që do ta bëja si profesionist, por edhe solidarizimin a kolegët e mi e kam patur për punën e jashtëzakonshme, them të vërtetën, por zoti Meta mbase nuk e vlerësoi punën time dhe ka gjetur një person tjetër, i cili unë e uroj t'i vej mbar, kaq. Avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën, si gjithmonë kënaqësi biseda me ju, bashkëbisedimit jam i njohur shumë për kohën dhe për mendimet që ju ndat me publikun ton, por edhe për faktet dhe provat për ato çështje kryesore të dosjes Aruba që edhe këtë verë duket se do vazhdojmë, ndoshta edhe deri nga vjeshta. Janë i njohur shumë. Ajo do vazhdoj histori e gjatë se lëmë kaq se do të më nxjerrë edhe mua që janë që në Aruba, jo vetëm Damianin. Kështu që Falenderoj shumë avokat.